Dalin në teren akterët e këti ballafaqimi gjyqtar kryesor në këtë ndeshje do tjetë Ersen Janovali, por bëjnë këtë murin mbrojtës Besik Ferati dhe Selimaj në mes dhe faza e sulmit. Fillon ballafaqimi në Diman Gegaj, ballafaqimi ndërmjet Gjilani dhe Ferizaj që zhvillohet nesër. Jo, mundësia me Real 0-0! Çfarë starti perfekt i Malishevës! Trajneri i Prishtinës Kavalli, shojme njerë i arruar. Prishtina nuk do të pajtohet asesi. Hazrolaj, tjetër rrezik tani goditja aty të ndalë këtë topin. Galapeni. Limani provon goditje nga distanca. Edhe njerë goditja Limanit. Kombinime të mira të lojtarëve të Prishtinës tani. Bytyqi. Shumë e mirë është kjo pasim, goditja nga muja blokohet. Ishte aty Kryeziu, tenton tani Lugici. Pozicioni rregullt, Gnasi. Në për Limanin. Galapeni, super arkim nga Galapeni dhe shikoni se shka lëshon këtë sezon. Shikoni dhe njerë sa bukur lirohet Galapeni dhe qfar asistim. Lugici. Provon goditje nga distanca Lugici dhe Avdyli. Përvoj edhe njerë kjo goditje rrezikshme nga Rigon Lugici. Arkimi në drejtim të Aliut. Altin Aliu, mbetet të 5 gola. Sobovalle mes 3 kundërshtarëve. Gjithë Sobovalle, goditja dhe mbyllët ndeshja.